për çfarë flet unë? Zot Abdi Gjiku ka 13% ka pasur rezultatet e fundit. Cila është platforma atyre? Domethënë është krejtësisht bashkim individual. Po në asnjë mënyrë nuk mund të jetë, domethënë asnjë mënyrë, as nuk janë rrethana të njëjta, as nuk janë përkundër kujt, as nuk është platforma e ngjashme, as nuk është nevoja, le të themi, për distancim, për çfarë flet unë? Zot Abdi Gjiku ka 13% ka pasur rezultatet e fundit. Çfarë kapërcimi pret të ketë për të bërë një kësi përmbysje, le të themi, edhe në raport me shka, se cilat janë vlera për cilat angazhohesh. Ne në atë botë kishim hyrë përkundër qeverisë keqe, korrupsionit, zhvatjes, nënshtërimi ndaj Serbisë dhe nevojës për progres. Cila është platforma atyre? Domethënë është krejtësisht bashkim individual, madje nuk është as reflektim i strukturat vetë LDK-s në raport me, le të themi, këtë parafrim. Është ky raport Abdi Gjiku Osmani, as pak as ky raport nuk është i sinqert, është krejtësisht kalkulim i një nevoje individuale për të mbetur në mënyrë së tjetër në skenën politike.